ma dramatike në debat është Luani. Për arsye që Luani kërkon... A din ti që Glauku njoh sa është Luan? Po, qësh nuk e di. Po, a? Okej. Luan është. Sepse kemi po kështu të debatu këgja fuqishëm. Këgja fuqishëm ai debaton, tamam tipik Luan. Luani përveç që debaton, Luani don me fitu debatin me patjetër. Kërkon vëmendjen gjatë debatit, edhe kërkon me patjetër që me dal ajo që ka thonaj. Për ndryshë ti ja the vegon ati. Okej, Ja tjetër? the vegon, jo në 2 pjesë, për në 10 pjesë. Mandej shenja tjetër dramatike është që nështë nuk e dinë dhe nuk e kanë vërejt njerëzit tjerë, po është akrepi. Për arsye që akrepi lunë shumë me gjendjen emocionale tonden, lunë shumë me gjendjen psiqike tonde gjatë debatit. Ai bën lojra fjallësh tepër shumë, e kthen debatin në diçka tepër shumë serioze, edhe mundet me të tut ty, me mënyrën qysh ai i përdor fjallët, qysh ai i përdor krejt sanet e tua që i den, veç për arsye me dal ajo që ka kërkon akrepi. Okej. Mandena shajnë tjetër dramatike i kemi binjakët. Po ata doken tepër shumë dramatik për shkak gjendjes emocionale që ndryshon. I ki me tempo të ullt, fillojnë me tempo të mesëm edhe përfundojnë me tempo shumë të lartë, po prap kthehen te e para. Edhe kjo i bën ata tepër shumë dramatik se ti nuk mundesh me i kap. Edhe për arsye që janë tepër shumë komunikus të mençur, din me i përdor fjalët, po her pasire ata dhe ngritin zonin. Po mandej ti isha të folë tepër qetë dhe nuk din qësh me ju qasë binjakve. Kjo është shumë e vërtet, sepse kam një jetën time një binjak, është totalisht kështu, e tillë. Mandej shenjën tjetër, të cilin e konsideron astrologjia si shenjë dramatike, po në për veti kisha mujtë me thonë që është e para. Po astrologjia ka thonë ashtu, pëllojmë ashtu, është shenja e dashit. Briljan, a jetuni? Shenja dashit, dramatike në debat, po thëtë. Për shkak që është shumë impulsive. Mirë që s'po ja shohin të tjerë gjestet trilionit në këto momenta. Ai mendoj që më të e bu për inat, ama jo që ashtu është. Po, hajde dashi. Është shumë impulsive, dashi mundet me qëpërthy në moment, mundet me treguat drame brenda vetës në moment, po kjo është veç e momentin se me njëherë kalon edhe, i kalon qaj vrëll që e ka pasë dhe thot, hajtë se s'ko ka qa që rëndësishëm sa më jepë në gjëzor që ka që shumë, po për shkak të impulsivitetit të tyre shumë të madhe, ata mundet me dojë si njën të shenjat ma dramatike në debat. Okej, tjetra, ka dramatike, ka paka jo? Qëto janë ato ma dramatiket, shenjat ma të qeta në debat është peshorja, për arsye që i konfliktet. Po veç për Bricjapin, mos më thuj se heq fare nuk e besej. Jo, Bricjapi edhe sot që fërt. Hynë për debat e rrim pak më, deri sa e shet që është diçka tepër e rëndësishëm që... Duhet me patjetër më ndërhyr. Që duhet me patjetër, po momentin që e ndikon që është të jep informacionet gabume, është të folë pa lidhje si pas ti, a i mundet edhe me të ofendu. Po, veç mendoj që dhe i fiton debatet, ka gja shpesh. Normal, matë mes me ti. E këtu peshqet ku matën. Ku pëmbet peshku. Peshqi që në dramatik në atë pjesën që ta lujnë viktimen edhe ta lujnë që nëse ti a fiton debatin ose e mund ata ti në debat, a i mundet mu do ka den qëre mu mlendove, ku qam ki bo. është shumë e vërtet. E kanë shumë këto, edhe gaforja e ka paka shumë këto, se i kthejnë në personale me njëherë. Nuk bojnë debat të lirë, po i kthejnë senet në personale që jo ti muje të më thonë. E peshorja është këtë ndryshe për këty. Në peshorja është përshkak që është shumë diplomate, mundohet pak me i zgjedh fjallët, apo nuk do me pas menimi ndryshe prej te, se menon që ti ki me menu ma ndej keq për ta. E Virgjeresha? Mirë pak me krejt. Virgjeresha e thot menimin e vetë, po mundohet me thot menimin e vetë në mënyrë sa me të qetë, mos me udok shumë vulgare dhe shumë kunder asaj që ati me ndonë, se është me ata që ti e ki mendimin tënë, unë e ka mendimin tënë, po mendimi jam është i sakti.